Prishtina e dini të gjithë e dojmë, është një qytet i ri, një qytet kreativ, me një energji super pozitive. Ne si kryeqytet jemi përkushtu me mbështet kulturën, bashkëpunimin ndërkombëtar dhe zhvillimin e ekonomisë kreative. Dini që kemi pas edhe një organizim të mrekullueshëm të Manifesta Bienale në vitin 2022 që edhe ka tregu që arti, kreativiteti nuk janë kosto, po faktikisht janë investim, sepse për çdo euro të investuar kemi marrë 4 euro e gjysmë mrapa. Prandaj kjo është një tregim pozitiv, edhe ka qenë një program fenomenal, një organizim fenomenal që edhe ka mundësu artistëve tonë me përdor këtë si një platformë për me katapultu në tregun botror edhe sot edhe si rezultat një numër i madh i artistëve që kanë marrë pjesë në Manifesta Bienale, pra prej kulmit të hotelit Grand këtu, kanë ekspozu në kulmin e Metropolitan Museum në New York, si Petrit Halilaj, Flaka Haliti e tjerë, shumë artistë mrekullueshëm. Po ashtu e dini që kemi transformu tash në aspektin e dizajnit edhe tulltoren, ku kemi në zonë dhe vendin e parë në Evropë si Sustainable Architecture, arkitektur ambientale, ku edhe me 28 prill kemi konferencën e radhës të investitorëve, ku edhe kemi tash propozime prej sektorit privat për me investu rreth 30 milion që gjitha këto hapësina me u përdor për art, për teknologji, edhe me zgjeru kapacitetin ton fizik për komunitetin ton artistik, për komunitetin ton kreativ. Dini që intervenime tjera në Pallatin e Rinis, ku edhe kemi mbyll, ndoshta disa kësi hapësira që kanë shit këpuca, e tash kemi kthy galerin, jo që kam diçka kundër këtyne shitore të këpucave, po ma mirë me shit art apo gaz, edhe është me të vërtet tregojnë edhe vendet e zhvillume si Britania, Londra, posaçërisht që arti është një motor i madh i fortë për zhvillim ekonomik. Prandaj edhe jam shumë i lumtur për këtë bashkëpunim, për këtë iniciativë të re. Normal që duhet të kemi përveç galerive që subvencionohen prej kryeqytetit edhe galeri komerciale, sepse me të vërtet arti e përmbush shpirtin, kreativiteti e përmbush shpirtin, i krijon qytetet, vendet ku ne dëshirojmë me jetu, me punu, edhe me kalu kohën tonë. Prandaj duhet me mbrojt edhe me shty përpara këtë proces edhe me tregu qysh mundemi edhe me përfitu në aspektin komercial, pa e mbyt shpirtin artistik edhe kreativ. Në shpresoj që qatë qëndrimit tuaj keni mundësi të gjithë ju që keni ardhë me vizitu Prishtinën, me përjetu këtë energjinë e qytetit tonë, nga galeria e Prishtinës tash që o këthy atys, edhe deri tek ikona e kryeqytetit, ëmbëltorja Elita, ende po i bëjke borovnicat e mira, kështu që bashkë me shampite që si hongshim këty në herë. Faleminderit që jeni këtu, ju uroj një event të suksesshëm, frymëzues dhe kaloni mrekullueshëm. Faleminderit. Artistët tanë, kreativët tanë, në sistemin tonë arsimor, nuk i marrin njohuri se si ta prezentojnë më mirë veten, si të bëjnë një CV më mirë, si të kenë aftësi të leadershipit, menaxhim të mirë të projekteve dhe si të bëjnë një biznes plan e cila është njohuri e domosdoshme për të pas sukses dhe të fuqizu këtë sektor. Me rastin e lansimit të thirrjes, reagimin ndaj këtij programi ka qenë i jashtëzakonshëm. Kemi lansuar thirrjen në prag të festave të fundvitit dhe brenda 2 jave kanë aplikuar më shumë se kanë aplikuar sakt 123 aplikant nga Kosova dhe nga Shqipëria. Nga këto të dhëna, 88 gra, 35 burra. Kjo është veçanërisht frymëzuese, sepse thekson rolin e rëndësishëm që sektori kreativ mund ta luajë në promovimin e barazisë gjinore dhe në zgjerimin e mundësive për gratë në industri kreative. Ajo që më ka impresionuar më së shumti mu dhe trajnerët tanë, është ka pas një interesim të jashtëzakonshëm nga përfituesit e projektit. Kjo ka qenë frymëzimi më i madh në 2 vendet tona, edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, besa shumë shpesh
kam pranu emaila dhe në 2-3 natës për shkak të interesimit të madh dhe kanë dashur me marrë sa më shumë për këtij programi. Dhe për këtë dua t'i falenderoj të gjithë partnerët, dua t'i falenderoj po ashtu me emër të veçantë gjithë ekipën, sepse ky projekt ka qenë jashtëzakonisht kompleks, duke filluar nga Deja, Gazi, Vullneti, Arti, Genti, Klejda, Albani. Gjithë kjo kemi pas një inspirim dhe kanë tregu profesionalizëm dhe gatishmëri në punën e tyre. Dhe sot thjesht nuk po e mbyllim këtë projekt, ne po hapim mundësi të reja, sepse kur kreativiteti mbështetet me aftësi, njohuri, bashkëpunim ndërkombëtar, bëhet një forcë e fuqishme për ta formsuar të ardhmen e rajonit tonë. Dhe unë besoj fuqishëm që shumë shpejt do ta kemi një galeri komerciale. As I think we said in the introduction, the creative economy is very important globally. It's particularly important for the UK. For the UK, it's one of the 5 pillars of our industrial strategy, and it's actually growing at twice the speed of the other 4 pillars. It employs 2.4 million people, and it generates £13 million an hour into the UK economy. But I think more than that, it's one of the most attractive things about the UK. It gives it its energy, and I think the Mayor will agree with me from his time there. It's really an important part of the UK's profile. It's what makes it a soft power, superpower. And because the UK was at the kind of forefront of the creative economy, we have a lot of things to share, and we want to share our knowledge, but also our mistakes. They say that good judgment comes from experience, which comes from bad judgment. So we want to kind of support other countries on their journey by sharing some of the successes and also some of the lessons that we've learned on the way. So over the last few years, we've been supporting governments across the region in different ways, because all of the countries are at different stages of the journey. Kosovo, perhaps one of the most advanced, and you have had one of the UK's and possibly the globally leading consultants on the creative economy. John Newbegin has been supporting you in the development of your national strategy for Kosovo. Last year across the Western Balkans, it was an important year for the creative economy because the UK was hosting the Berlin process. And the Berlin process has always had a big focus on economic development, economic ties between the Western Balkans and countries in the EU, but also on youth employability. It's always had meetings of ministers of foreign affairs, ministers of economy, prime ministers, but up until last year, it never had a ministers of culture meeting. And I think it's not a coincidence that that Minister of Culture's meeting was introduced in the year that the UK hosted the Berlin process. So Ministers of Culture met last June in Kotor to discuss particularly the creative economy and how the Western Balkans countries could work together and by themselves to really unleash the potential of the creative economy. And the result of that meeting was 2 things. One, the Kotor Declaration, which looks at ways in which the Western Balkans countries can work together and collaborate better to get that bigger market across the 6 countries, and also to look at how domestically governments can work closely together, bringing culture ministers and education ministers and economy ministers and tourism ministers closely together on these shared strategies. The Western Balkans, a new generation of creatives is rising. Art, design, film, music, architecture, and digital industries are shaping the region. Kosovo, Albania, and the region are full of talent, but artists need support to grow